Protestat janë një element shumë i rëndësishëm i demokracisë, një element të themi solid i saj, mundësi për gjithëkënd që të mos bjerë dakord me një ide, me një plan, me një projekt, me një strategji, me një akt, me një vendim, me një ligj e kështu me radhë. Kjo është një anë. Qeverisja është ana tjetër. Dhe ajo që unë kërkoj sot është të qeveriset vendi. Të qeveriset vendi. Nuk mund të kaloj një gjysmë muaj duke bërë se hirë protestat. Apo duke qarë me protestat apo për protestat. Ja, le, protesta nuk funksionon. Nuk është qeverisje. Po hymë në periudhën më të vështirë të vitit. Veçanërisht nga pikpamja klimatike, po edhe nga pikpamja e shërbimeve. Ata që janë në protest, po shumica që nuk janë në protest, duan shërbime publike. Po hymë në periudhën e nxehtë. Dhe natyrisht e gjithë bota po bëhet gati, sepse ai El Niño që po përflitet kaq shumë po vjen, është mua aty tek dera, që nga fillimi i javës tjetër do bëhet akoma dhe më nxehtë. Dhe natyrisht do të marrim masa. Do të marrim masa nga pikpamja e mjedisit, sepse flamingo në zjarr nuk mund të ketë. Flamingot në zjarr nuk rrin dot. Flamingot në zjarr piqen, apo jo? Po kjo nuk është detyrë protestuese, kjo është detyrë jona. Duhet të marrim masa për të përballuar zjarret. Do të dislokojmë njerëz, mjete në territoret që vazhdimisht janë goditur nga zjarret. Duhet të marrim masa jo vetëm nga nxehtësia, po duhet të marrim masa nga piromanët, të cilët do të shtohen këtë periudhë. Pse? Sepse qeverisja duhet bëhet gjithnjë më e atakueshme edhe nga këto element. Po duhet marrim masa për punën dhe duhet i vëmë ca kufizime këtyre si përmarrësve që punëtorët e tyre i mbajnë në ambiente të hapura, po duhet marrim masa nga pikpamja shëndetësore. Impaktet që ka temperatura e lartë, nxehtësia, e kështu me radhë mbi qytetarët, mbi të moshuarit, mbi fëmijët. Po duhet marrim masa, jo vetëm për ta përballuar këtë, po edhe për të orientuar njerëzit. Po duhet marrim masa pa më të vogël diskutim edhe për shërbime që janë jetike, furnizimi me ujë. Na duhet një plan sepse vjet vuajtëm, qoftë nivel qendror, qoftë nivel vendor, qoftë në vijën bregdetare turistike, po qoftë edhe në këtë qytet si Tirana. Duhet marrim masa për fluksin e jashtëzakonshëm turistik. Tani hym në sezonin e lartë, ku njerëzit që do të mbrijnë këtë vend janë shumë më tepër se sa në çdo periudhë tjetër të vitit. Dhe të gjitha këto duhet i bëjmë në kushtet kur jo vetëm ka zjarre, ka thatësirë, ka emergjenca, por edhe kur ka protesta. Duhet mësojmë të jemi nën presion dhe të bëjmë punën nën presion. Protesta ka punën e saj, qeveria duhet të bëj punën e saj. Duhet qeverisë. Fjala bie, unë po e pres akoma atë vendimin për sigurimet shoqërore të nënave që ju shërbejnë, bëjnë nënën dhe më shumë se sa nëna. Fëmijëve në aftësi ndryshe. Ashtu siç pres legalizimet. Legalizimet akoma legalizimet në një zonë si Selita. Në një zonë si Selita, që është pjesë e Tiranës tashmë. E kështu me radhë janë 100 gjëra që ne kemi thënë dhe ne duhet i bëjmë. Pavarësisht ka protest apo nuk ka protest. Të qeverisim, përmbushim detyrimin ton, raport me shërbimin përkundrejt qytetarëve.